me lësë ku kanë kënë gati këtë. Dhe flak këtë. Të kri mbrapa edhe mo njefton. Inshallah si shot të pojtë. Nxënës, arsimtar, familjar, misafir, bashkëtar, përfaqësues të institucionesh dhe pjesëmarrës të tjerë, ju përshëndesim dhe mirë se keni ardhur në shënimin e një vjetorit të vdekjes tragjike të nxënësit të shkollës sonë, Erion Foniqi. Për nderim dhe respekt të Erionit, ju ftoj për 1 minutë heshtje. I lehtë, i qoftë dheu i Kosovës. Në emër të kolektivit të shkollës dhe në mungesë, përshëndesim kryetarin që s'ka pas mundësi të jetë prezent, zotëri Shaip Surdullin. Përshëndesim drejtoreshën e drejtoratit arsimit, zonjën Fahrie Kryziu me bashkëpunëtorët. Përshëndesim mediat prezente, përshëndesim disa përfaqësues të KFOR-it, ndoku të kenë këtu, dhe të gjithë të tjerët që janë pjesëmarrës, nga se mungojnë shënimet, ndoshta është dikush po mos ma marri për të madhe. Tani japim fjalën drejtoreshës së shkollës, zonjës Remzie Lenjani. Fjalë rasti në një vjetorin e vdekjes tragjike të nxënësit të shkollës sonë, voglushit Erion Shaban Foniqi. U bën një vjet që Erioni u nda nga mbarkat e shkollës, nga shokët dhe shoqet e klasës. U bën një vjet që në klasën tënde qëndron karrika mbuluar me lule të freskëta, sepse u ndave mu në lulen e fëmirisë. U bën një vjet që rruga prej shtëpisë për në shkollë është e heshtur pas zërin tënd të ëmbël, Erion. Erioni sa shumë i ka munguar malli, shokët e shoqet të klasës për ty, pa ty çdo gjë po hesht. Edhe loja se ka më bukurim se më parë, që atë shumë i deshte shokët, shkollën, mësuesen. Erion, pranvera po vjen, e bashkë me pranverën po vinë edhe shumë dhëmbje shpirtërore për familjen, nxënësit e shkollës sonë, shokëve të tjerë e kudo. Po e përmendim shpesh pranverën, sepse në prag të pranverës u kput luleja më e bukur, më e dashur për të gjithë ne, u nda nga mesi nxënësve të shkollës sonë për gjithmonë Erion Shaban Foniqi. Jo vetëm në përvjetor, por çdo ditë shokët, shoqet, mësuesja të kujtojnë me mallëngjim, të kujtojnë buzëqeshjet tua, sepse gjithmonë ishe i buzëqeshur. Shkove në botën e amshushme, por gjithmonë do të jesh në zemrat tona. Ushoj qetë në parajsën e luleve, o lulja e pranverës. Tusja e Erionit, Haxhere Keka.
Shëndes familjen e Rionit, nxënësit, arsimtarët dhe musafirët e tjerë pjesëmarrës të këtij tubimi përkujtimor. Sot bëhen një vit nga vdekja tragjike e Rionit. Jemi të buar të gjithë, nxënës, arsimtarë dhe të tjerë, për të ndarë së bashku dhëmbjen me familjarët e Rionit, i cili tragjikisht humbi jetën para një viti. Për Rionin gjithçka që flitet nuk është shumë. E veçantë sjellja, dashuria, respekti i tij ndaj mësuesës, shokëve dhe shoqeve, saqë nuk mundemi ta përshkruajmë me fjalë. Rionin i kujtoi si nxënës shembullor. Ishte nxënës në klasën e parë, shumë i dashur për shokë e shoqe, për mësuesën, i disiplinuar, i sjellshëm, aktiv në çdo orë mësimore dhe i motivuar për të arritur suksese në mësime. Rrallëherë kam pasur rast të hyj në obar të shkollës dhe të mos kem gjetur Rionin aty. Çdo herë ka vrapuar drejt meje, më ka përqafuar me aq dashuri. Tani, sa herë që hyj në obar, më mungojnë përqafimet e tij. Në klasën tonë ndjej mungesën e tij, buzëqeshjet e tija, zërin e tij të ëmbël. E sot, të gjitha këto i zëvendëson vetëm një lule në karrigën e tij. Mirë po, jeta qenë ka e tillë, fatkeqësisht për dikë edhe shumë e hidhur. Dhash të Zotit që këto raste të mos dëgjojmë kurrë dhe të mos kemi kur, qofti për hershëm kujtimi për të. Toreshën e drejtoratit ta merr fjalën zonja Farie Kryziu. Në mungesë, Zotrisha Ipsodullit, në emër të timin personal, në emër të drejtorisë të arsimit, në emër të gjitha shkollave, mësimdhënësve dhe nxënësve, ju shpreh ngushëllime familjes Foniqi, ngushëllimet më të sinqerta. E dim se sot u mbush një vit nga vdekja tragjike e Rionit, e cila vdekje ka trondit jo vetëm familjen e juaj, por gjithë komunën. Prandaj besoj se kjo vdekje ka shtuar edhe përgjegjësinë e institucioneve në punën e tyre dhe bashkë me juve, familje Foniqi, do t'jemi gjithherë të ndajmë lindjen me ju, të gjitha institucionet e komunës, prandaj edhe njeri ju shpreh ngushëllime dhe Rionit i një preje të qetë në botën e anëshuar. Ngushëllime. Nga familjarët, dikush do t'i përshëndes të pranishmet. Urma në famë. Të nderuar pjesëmarrës, që në fillim duhet ju falenderoj për ardhjen tuaj deri këtu edhe ftesën që keni pranuar. Sot po përkujtojmë birin ton, tani të ndjerin Voglushin, pakam pa i mbushur 8 pranvera, Erion Shaban Foniqi. Erioni ishte i lindur në datën 3 dhjetor të vitit 2001, i ndjeri na kujton fëmijërinë e tij, pikrisht kur ishte 6 vjeçar, kur babait të tij në çdo çast i thoshte për ta dërguar në shkollë, në klasë të parë, pikrisht këtu ku jemi. Erioni kur i mbushi plot 7 vjet, me shumë vullnet dhe dashuri, erdhi në këtë shkollë, pikrisht në klasën e parë dhe pikrisht me mësuesën Haxhere. Ja mësoi alfabetin e gjuhës shqipe për ta kujtuar gjithmonë diturinë e mësuesës, por për fat të keq, pak pa i mbushur 8 pranvera, ai vdiq në një vdekje trishtuese nga pishat e ega, gjithsesi
nga qenët enda cak të cilët bredhin ende rrugëve tona. Erioni dish me 18 mars të këtij viti 2009, me falni, të vitit të kaluar 2009, që të thot, sot i mbushi një vit pa të dashurin ton. Edhe sot, në këtë bim jemi për ta përkujtuar atë ditë të kopshme të cilët ishte e fundit për Erionin. Ajo ditë na kujtoi Erionin kur mori çantën duke shkuar për në shkollë, na kujton puthjet e fundit për nënën e saj, që dha dhe për shëndetin e zakonshëm që kishte për familjen e tij i jetua. Erioni i cili sot na mungon, gjithmonë e ndronte vëllaun e tij Elisonin edhe vajzat e mia Angjëllushën dhe Vlorën, se kur do të vjen dita të shkojnë së bashku në shkollë. Por për fat të keq, pa dashin e tij, ai diç me sy të qelur dhe në përballje të ëndrave të tij që nuk mund të i realizon. Sot në të ditë 18 marsi 2010, Erionin e kujtojnë nëna e tij, babai i tij, gjyshrit e tij, xhaxhallarët, dajet, hallat, xhaxhai Ardiu që shumë herë përcjellte për në shkollë, shokët e klasës, shoqet, mësuesja që për çdo ditë e kishte pranë bankës. Mua më kujtohet ajo ditë ku në 3 shtëpi tona u mbushën plot e për plot bashkëvendas, miq e dashamir për të ndarë dhimbjet së bashku me familjen tonë, ku në këtë rast i falenderoj gjithë sepse humanizmin e gjithë edhe dhimbjen na lehtësoi askënd, por dua të tregoj një realitet që armja e fëmijëve tonë të jetë një rritje me shumë shëndet, lumturi edhe dashuri. Administratorit të këshillit lokal, Zotri Silveri Njani, bërëm një kërkesë enkas një shokëve dhe shoqeve të Erionit që mbretoft liria, lumturia në Kosovën e pavarur dhe demokratike si shtojnë qeveritarët tanë. Edhe fshatrat përreth të miren parasysh dhe në konsiderat. Ju falinderit edhe njerë.